Unë heq rrobat e gruas edhe vishem si burr. Pas zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, që u more pandehur për tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras, SPAK ka marrë të pandehur edhe disa prej vartësve të saj. Gentian Gjyli, kreu i Autoritetit Rrugor Shqiptar, mbërriti këtë të hënë në ambientet e prokurorisë së posaçme, i shoqëruar nga avokati i tij. Ashtu sikurse shefja e tij, edhe Gjyli është marrë i pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera kryer. Në bashkëpunim, nën akuzë janë vënë dhe disa zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Pritet të komunikojnë akuzat gjatë ditëve në vijim. Belinda Balluku akuzohet se, në bashkëpunim me vartësit e saj, ka paracaktuar tenderin për tunelin e Llogaras. Tenderi ju dha një kompanie turke me një vlerë rreth 50 milion euro më të lartë se tenderi i parë, i cili ishte fituar nga kompania Gjoka Konstruksion, por u anulua më pas. Njëkohësisht SPAK ka ngritur më herët akuza edhe për paracaktim të tenderit për mbikëqyrjen e punimeve të tunelit të Llogaras. Provat kundër zëvendës kryeministres Balluku dhe vartësve të saj u zbuluan gjatë zbërthimit të celularëve të ish kreut të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Evis Berberi dhe gruas së tij. Po, çfarë, tha Belinda Balluku pasi doli nga prokuroria e posaçme. Jeni gati? Gati jemi. Okej, shumë mirë. Atëherë përshëndetje të gjithëve, në respekt të plot organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënien dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Shumë faleminderit. Ju është komunikuar apo e pandehur? Ajo ka kërkuar më dorë që persona e tij më po e pandehur. Përgjigjuni, ka kërkuar zonja Balluku. Ndërkohë Sali Berisha shkoi me tej. Ai ka zbuluar prapa skenat e konfliktit brenda SPAK. Sipas Berishës, Belinda Balluku ka thënë para prokurorëve se ishte e gatshme të zhvishej. Por në çfarë kuptimi ishte kjo? Po ndajte me qenë, pleshta do kesh. Unë heq rrobat e gruas edhe vishem si burr. Dhe u bën më dramatike kur Rama mori vesh se Lubia në mesazhet e saj u thoshte varzëve se këto dhe ato janë për palloshin e gjatë. Çfarë gjuhë, po s'kam ç'i bëj. Do t'ja u them shqiptarëve ta marrin vesh se kjo është e vërtetë, absolute. Janë në SMS dhe një maile. Së fundi, Lubia nuk i tha vetëm Preçit që unë heq rrobat e gruas edhe vishem si burr. Në fakt te ja tha dhe Rams, palloshit gjatë, në zyrë, në prani të dy dishmitarve. Eksakt. Nuk jam qurraveci i bashkisë, tha unë. Po, ndaj dhe filloi në mënyrë të rrufeshme izolimi i saj digital, u fshin me shpejtësi të madhe miliona klikime, share, angazhime, poste e të tjerë. U bë një ekzekutim digital i Lubis, sa që në rrafshin digital ajo s'quhet më Lubi, po quhet Rahmetlie. Rahmetlie Balluku. Po, ju garantoj sa asgjë nuk e ndalon këtë proces. Por, për çdo opozitar, duhet jetë shumë e qartë se Edi Rama është strumullari, është tylla, është kolona e të gjitha këtyre vjedhjeve.
Unë nuk them se çdo vjedhje është bërë nëpërmjet tij ose prej atij. Jo, po ka i gjë. Po u korruptua kryeministri, vjedhja bëhet masive. Vjedhja bëhet masive. Po të kalojmë nga tuneli Llogaras 50 milion tek aeroporti Vlorës 140 milion. Po, 140 milion është garancia sovrane e biletave të munguara për 10 vite që i ka dhënë Rama vetes vetë. Të merë, do më thënë. Dhe aeroportin, koncesionari do të shfryzoj për 35 vite, do të ketë një fitim 700 milion euro. Po këtu aferat mbysin aferat, gjën më të qartë, e thoshte një gazetar, në një bisedë konfidenciale. Rama nuk mund të hetohet. Nuk ka shanse. Pra, këto kisha unë për të premten e zezë. Ndërkohë, antarët tanë, mbështetësit tanë, me të drejtë, absolutisht me të drejtë, e konsiderojnë vonimin, analizën që ne fillojmë të vonur. Të kuptohemi, narkoshteti është në shkërmoqje, po vetë nuk bie kurrë. Po nuk e përmbysëm ne. Ai shkon vite dekada. Për këtë nuk do të kemi asnjë iluzion. Por përmbysin, për të përmbytur narkoshtetin, për të përmbysur, atë realizojnë njerëzit guximtar, njerëzit që kanë shpresë. Njerëzit e dëshpëruar flasin me vete. Janë njerëz shumë të mirë, por ata kanë humbur në ordin e jetës tyre të përditshme. Njerëzit e dëshpëruar. Vetëm njerëzit me shpresë janë ata që luftojnë për idealet e tyre, janë ata që luftojnë për misionin e tyre.